Mariana shkoi në Europë, u kthye mes maleve dhe i solli europianët në shtëpinë e vet. Dhe u bë e respektume, e besume dhe e dashur për ta. E kështu unë besoj se pikërisht pse Partia Socialiste është një parti që duhet reflektoj ëndrat, shpresat, ambicjet, përpjekjet e pjesës më të mirë të shoqërisë, nuk do ishte në lartësinë e vet nëse nuk do t'i jepte Marianës dorën për t'i dhënë mundësinë që ëndrën e vet, se kështu më tha atëherë, ëndra ime tha i ka qenë diplomacia. Po kush jam unë tha që të mendoj se mundin me e qa rrugën deri aty ku pastaj me u bë diplomate për shtetin shqiptar. Ja pra, sot Mariana nuk është vetëm, po përkundrazi, unë jam shumë krenar edhe jam shumë mirënjohës që një vajzë nga Dukagjini, nga një zonë me histori të jashtëzakonshme, nga një zonë me tradita fantastike, po nga zona më e izoluar dhe më e braktisur për shumë vite, madje edhe e nënshmuar, të jetë në krye të kësaj skuadre. Arsyeja pse desha që Gjeni të rinte këtu për një moment është krejt ndryshe, sepse Gjeni donte me u fut në këtë betej. Edhe unë e takoj dhe i them, Gjen, tani si do futesh ti në këtë betej si goca e babit? Edhe kjo më shef e më thot jo, si nana e Rojsit. Dhe në atë momente e kuptova që jo vetëm që po vinte një vajzë e studiume, një vajzë me eksperiencë jete, një nënë e re nga Shkodra, por po vinte me thënë të drejtën edhe një gjenerat tjetër më e mirë se ajo e babit. Kështu që të na fali babi, po besoj që duhet jetë krenar që gocën e ka më të mirë se veten. Dhe fundit që dua të them është ajo që më ka bërë mua që të jem shumë i respektues ndaj Edonës. Edona po t'ishte nga Tirana, tironësit ka një fjalë, për njerëzit kokfort thonë është arë gungse. Do me thonë që e ka kokën që nuk, edhe më kujtohet kur deshta që ta përfshinim në skuadrën e 4 vite më parë, ishte kundër gjithë, kundër çdo gjëje, donte me digju për politikë etj, shoqëria civile, antisistemi etj. Dhe si përfundim pranoj. Por ama, këtë herë, kur unë i thash të gjithë deputetëve që kush ka marrë nga Partia Socialiste, duhet t'jeti gati që të shkoj t'japi për Partinë Socialiste duke u futur në listën e hapur. Kush nuk do të futet në listën e hapur se mendon që o listë mbyllur o s'ka, nuk është më pjesë e skuadrës. Dhe mesazhi më i bukur që më kanë ardhur disa mesazhe të bukura, por më i bukuri dhe më preksi ka qenë pikërisht nga Edona, e cila më shkrujti në listë hapur, në listë mbyllur.